Gjelani, Lezja, Gjevati, Batja Adem, Adhurimi. Nështë une me Bacën Adem, imi ullë me shkujtë skenaret, une kom dërhy në shumë reshta, edhe u këthej kemë shkujtë dhe ke, kjo ka mu bë talentë shumë e madhe. Une kom qenë aktorja Meri, me aktorët ma djetër të skenës, kom aktru. Vallajnë edhe i kom nejtë gati, se nuk është veç fati. Se ka njerë thonë ke pas fat, kur si rrim punës gati, me nejtë pa gjomë, me fokusu 100% të normal që me pas sukses. Të kisha majtë edhe qëtë profesion dytë për mu i shkon pak, nështë ta isha edhe isha lodhë shumë. E një mungesën për besë, s'kisha mujtë mja dalë. Se për me kom pas garkesa shumë të mdoja, obligime shumë të mdoja, e një mungesën për besë. Salon e kam për shumë ndonë pjesë, floku, grimi, vetulla, qërpeka ato. Unë krejt nuk i bëj. Unë e bëj vetulla, qërpekët dhe grimin, sepse ti nuk mund është krejt mi bë. Ti një bëne, po bëne mirë. Se një mungesën se po s'kisha mujtë mja dalë. Se për me kom pas garkesa shumë të mdoja, obligime shumë të mdoja, të kisha majtë edhe qëtë profesion dytë për mu i shkon pak, nështë ta isha edhe isha lodhë shumë. Se s'munesh... ku është familja dhe gjitha tjera atë? Unë edhe në salon e kam për shumë ndonë pjesë, floku, grimi, vetulla, qërpeka ato. Unë e krejt nuk i bëj. Unë e bëj vetulla, qërpekët dhe grimin, sepse ti nuk mund është krejt mi bë. Ti një bëne, po bëne mirë. Po dhe jo mu zgjeru ashtu në krejtë, ose me qenë e mirë, ose produktive, ose... Qaj është. Unë ju më fokusu të që kjo punë, të që kjo biznes, edhe kom pas sukses fatë mirësisht shumë, se vallajnë edhe i kom nejtë gati, se nuk është veç fati. Se ka njerë thonë ke pas fatë, kur si rrim punës gati, me nejtë pa gjomë, me fokusu 100% të normal që me pas sukses. Pa dyshim që... Nuk është veç të fati, më sajle ndorë veç fatit. Po dhe është puna për kushtime që e bëm me vite dhe me dashni? Dashnia për kushtimi i madhë. E të kisha bua dhe me aktrim, na njëna më kish nejtë pak si... Kishë mujtë me atë 100% që në dhja? Por, une gjithmonë e maj si nostalgji. Gjithmonë që ka kalën, e maj si nostalgji. Ka qenë qajo ko, për qatë ko, ka qenë qajo ko. Shumë mirë u kanë, 7 vite të aktrimit. 7 vite që nuk janë... 7 vite edhe me aktorët matë vjetër, unë kom qenë aktorja Meri, me aktorët matë vjetër të skenës kom aktru. Edhe qatë shumë më kanë ofru, qatë shumë më mësu me... Se e kam pasën si e re, si fmi, me më trajtu, po edhe kisha talent, se skenaret i kom shkrujt vetë. A po? Po, skenaret i kom shkrujt vetë, kom pasë shumë talent. Nështë une me Bacën Adem, imi ullë me shkrujt skenaret, une kom dërhy në shumë reshta, edhe u këthej kemë shkujtë dhe ke, kjo ka mu bë talentë shumë e madhe. Sa ata e kishin dhe përvoje, kishin të aktrimit më... Po dhe dhe shumë e rejnë shumë për mu. Kanë shumë për Gjelani, Lezja, Gjevati, Batja Adem, Adhurimi... Figurat kyqe të aktrimit, kështu që adin asë që janë të... Shumë. Që i mungon, së da se ditë i mungon skenës. Shumë e vërtet. Hajte nëse të kish ofru për shambull, në i projekt sot kështu, a kështë dasht prap në aktrim dhe qka jo? A je hapër dhe sot? Po, pse jo, është hëbi. Po, se gjithë jetën kam qef me qitë diçka të rej. Po da asë njerë mësë me të asë njerë zëtë më dorëzua, dhe nëse i bën 70 vjetë, 80 vjetë, pse mësë me bë fitness. O, kjo është shambulli ma i mira, që mundimi me pas. Okej. A po fajtuar qëndresa jo? Qësh jo? Edhe fajtesa, për shambull, nështë edhe bona dhe kolegi me fajtesën. Me qëndresën, a? O, qëndresa. Me qëndresa, po. Hajtë se nga ngatrojnë që shtu amë. Krejt, një me, ka muzika? Jo, ka muzika jo. Ka muzika jo. E kemi e donën. S'kemi nevoj me ndërhy.